Përshëndetje, unë jam Djola Isufaj. Kjo përshëndetje për kanalin Luaj Derën. Unë jam Lora Ademi edhe ju jeni duke ndjek kanalin Luaj Derën. Atëherë, të nën Shkodër thonë, ma mirë me punu kot se me nej kot. Edhe Luaj Derën. Luaj Derën. Edhe Luaj Derën, pa. Astrid Gjika, edhe kjo zoja që kam gjithë. Tashma, është pikërisht, ky dëshkrim, Isa Briamiti, letërsia modelin. Shtetje madhe, mirëkuptimi, toleranca dhe dashuria e pastë. Po që sot janë këtu dhe festojnë bashkë me ne. Falenderoj me shpirt familjen time që ka qenë pranë meje dhe Latifit në çdo moment duke na mbështetur jo vetëm me dashuri. Për librin më të mirë shkollor të Kosovës. Mirë po ky libër është libri i parë. Librin që s'ka dalë këtë kur me ka votu Albas, një redaktori që ka qenë dhe të libri shkollor dhe që ka bërë hapin e fuqishëm kalimtar që ne duhet ta shëmnojmë tash. Moshta këtë video do duhet të ta bëjmë para se të fillojnë mbrëmja, se tani me gjithë këtë entuziazëm e kemi pak më ndryshe, po megjithatë, Ama atmosfera na boni shumë krijuese edhe na dha ide për me realizu na shumë urime Albasit, tepër të nderuara që jemi këtu, që i takuam miq, që i duam shumë. Edhe që jemi platforme jemi. Unë Vlora mu. Në fakt, unë jam dy fish e gëzume edhe Vjuca e din pse. Po i lamë për herën tjetër në... Po. Ju po ndiqni kanalin Luaj Derën, nga Tirana, nga festa e madhe Albasit, 25 vjet Albas. Jam tepër e lumtur që kam qenë pjesë e Albasit që para 25 vitesh. Na jemi të Luaj Derën, sepse na buni Albas me Luaj Derën. Edhe 100 vjet Albas. Zuar Albas edhe 100 vjet. Jam shumë e lumtur që jeni me mua sot. Na e dëgjumni Duam me ti të nxjerrësh sytë tua të bukura, Xhemi. Duam që dhe ti të tregosh sytë tua të bukura, ja dhe profesori. Dhe nga ana jote të shohim edhe ty. Nuk ka qenë vetëm një mbrëmje e bukur, faleminderit që na ftove. Ishte edhe një tren udhëtimi në kohë, në përpjekje, në dashuri. Albasi është dashuri, një urë prej dashurie, do të kisha thënë. Kështu qoftë edhe 100 vjet. Faleminderit, ju kam shumë për zemër. Se ju kam pasur që në fillimet e mia dhe ju kam shumë në për zemër. Albas është e bardhë. O, sa e mirë. Sa tha? Hajde ta thon pra. Albas është e bardhë. Po, Është e shumë e bardhë. bukur. Albas tregon se çka mundet me bën fuqia e një gruaje, edhe mbështetja e një burri që e don një gru. Por burin që do një grua shumë, edhe që e mbështet. Jemi të festa Albasit dhe sigurisht po kalojmë qaste shumë të mira, po festojmë 25 vjetorin, profesor, ishte bukur diçka apo jo? Po, ishte një organizim i shkëlqyeshëm. Tregon se Albasi përveç kualiteteve saja që lidhen me profesionin, ka dhe kualitete të natyrës mondane dhe të mënyrës se si i priten miqt dhe se si mund t'i kënaqësh të gjithë edhe pse nuk janë në të njëjtën moshë. Sonte nuk kemi bezdis në vajzat grupit. Jo, vajzat sonte keni qesh, keni qenë shumë të gëzueshme, keni gjysëm vallëzu, duket për mungesë kavaliera.
Po gjithsesi ka qenë një natë e bukur, e kalume me hare, me gzim, me optimizëm edhe me mirënjohje për Riten Petro, e cila i mbrën librat, i mbrën dijet, i mbrën tekstet, i mbrën autorët, i mbrën përkthyesit dhe mbrën murin e madh të dijes, i cili rritet gjithmonë e manë. Faleminderit. Atëherë, edhe njerë, urime Albas 25 vjetorit, unë ndjem shumë e lumtur që kam qenë pjesë e Albasit, qoftë kjo me revistën Grupsat, sepse kam kontribuar pak më shumë për Grupsat, qoftë edhe që kam qenë pjesë e librarisë Albas në Tetov, kështu që Ritës së bashku me ekipin e saj ju uroj që të kenë frymëzime të reja për libra të rinj, siç kipesh ato, edhe që gjithmonë i bëjnë librat pa konkurrencë, do të thënë janë më të mirët në gjithçka që vendosin të bëjnë. Të bëjnë tash për tash, se mund të bëjmë të jetë në të ardhmen. Kështu që shumë urime për Albasin edhe ju urojmë një çift. Një urim nga profesoresha Viola Isufaj për shtëpinë botuese Albas. Urime, shkolla ime hartimit të teksteve të shkollave të mesme. Kjo mënyrë punon duke i shkarkuar librat dhe nuk ke nevojë për internet të punosh me librin digjital. Kështu sikur sa Albasi me familjen e Dritës, të dritonit, si dhe me djemtë e tyre të mrekullueshëm. Letërsia moderne shqiptare e profesorit Safiu, quhen shqipe dhe letërsia vjetër. Teksti votimin dhe çarkullimin e librave, siaset kulturë. Si e? Kjo është një ide për t'i prirë të mësuarit aktiv të nxënësit duke kombinuar librin fizik me librin digjital, ku përfshihen video, audio, foto, grafika, informacione plus teste, zgjidhje ushtrimesh, etj.